Profesor, mirë se erdhët. Më në fund ka mundësin t'ju prezentoj. Nëna ime Hedia. Në shpirt, profesorit im Tariku. Më vjen mirë, zoti Tarak. Edhe mua. Edhe unë gëzohem që u njohëm. Hajde, e janë e ulluni? Unë që bëj nga një kafe të mirë. E çfarë thanë? Nuk do largoni aslan, apo? Mendoj se nuk do të largojnë. Tani kur thua besoj e ke të sigurt, apo? Do me thënë, nuk është diçka e sigurt që do rrinë. Por ne nënat, duke parë njëra tjetrën në sy, ja lexojmë zemrën. Do rrinë, mos u shqetëso. E tani, më thuaj tamam, çfarë i the, si e binde? Nuk e binte as pak. Vetëm e ndihmova të kuptonte se vendimi që kishte marrë nuk ishte i duhuri. Asla duhet të jetë gëzuar shumë. I ftova sonte për darkë. U thash që nëse qëndrojnë do ta festojmë bashkë. Super. E po, nëse s'ka rëndësi. E gjithsesi e din veta vin ajo. Profesor, ju, a jeni mirë? Mirë jam, mirë. Më lejoni të largohem gjithsesi ju po bisedonit. Jo, profesor, si shte ndonjë bisedë serioze. Kam koqe e pres këta ditë. Rastisi shumë bukur. Hajde janë e ulluni, unë po i bë kafe dhe vi. Bi, ndoshta profesori është i zënë, të mos e mbaj më gjatë. Po. Miru pafshim. Duket sikur ka mendjen pak si të shpërndar. Zakonisht nuk është i tillë ai. Në shpirt. Mese të qëndrojmë, unë po i brenda të zbraz valizhet e mia. Hedie. Hedie. Kështu që nga puna, do i ke pa thënë asgjë, ha? Bija, e di se sa shumë do të mërzitej vëllajut. Gjithsesi, falë zoti që zonja Zhyli dhe foli dhe të bindi ty. Për ndryshe për zotin do ta kishe ngrënë një dajak të mirë, ha? Kur ajo gruaja tha, mos ja shkatërroj jetën vajzës tënde për shkak të frikave të tua. Atëherë, Lule, kuqa ime ende nuk je gati. Ja, a mund që sot të mos vi unë? Si të mos vishti? Nuk duhet të vi ndërkohë që Ozani është zemruar me mua, për më tepër ka shumë të drejtë, unë e gënjeva atë. Bi, a nuk theti se asle këmbënguli, ti ta dërgoje vidon dhe mos i tregoje askujt? Ti vetëm bëre atë që kërkoje ajo vajzë nga ty. Ku është të gënjeshtra këtu? Ajo është ajo që u përpoq të bënte diçka fshurazi. Pse duhet ta pësosh ti tani? Nuk bën kështu, nuk është mirë. Nën. Jo, princesha ime, jo. Hajde, ngrihu, eja. Nuk bëhet kështu? Prit pak një herë? Jo. Këtë e ke veshur më parë? Ja, ta shof këtë, ta? Ja, kjo pra, kjo. Mere këtë, veshe? Ta shoh buzëqeshjen? Dëgjoj mamin, gjithmonë të mbash kokën lart dhe fytyrën në buzëqeshje. Nëse dorëzohesh që në pengesën e parë që të del përpara, nuk do të arrish kur atë që dëshiron.
Do të bëhesh një grua që qanë për para si nëna jote. Në rregull? Në rregull. A duken bukur? Shiko sa bukur. Të ri fiks në belë zemra ime. Dhe pak buzhitëri. Hajde bëhu gati të dalim. Teta Gjylide ka dërguar mesazh. Ka ftuar edhe maman e Aslit. Nuk i duroj fare ata. Oh. Mos u vono, Tarik. Hajde, shko ndërrohu ti. Për 2 minuta bëhem gati. Të mos vonohemi. Çfarë ndodhi vallë njeriu që vonohet në çdo ftesë? Berçin, hajde! Oh. Qa ndodhi? Os ka hyrë ndonjë gjem në këmbë? Nuk e kisha ndërmend Alia pa u kthyer atë që i bën familjes sonë, Ozan. Duke sigur më shumë pas ke pastruar gjurmët e tua, por... Çfarë do të thuash me këtë, Ozan? Është sigur që Batu ka marrë mend nga dikush. Është sigur që edhe dikush ka dhënë urdhër. Dhe ai personës që ekziston mund të jesh vetëm ti. Edhe për këtë gjë më hodhe fajin mua. Të lumt, Ozan. Mirë atëherë, si të thuash ti. Mysafirët tanë sa nuk kanë ardhur ende, a jeni gati? Unë po bëhem gati me njerë, zemra ime. Po çfarë do të bëj unë tani, më trego? Çfarë do të them nënës dhe babait? Tu them se më puquan nga puna? Tani shiko. Do ta gjejmë. Mos u mërzit ma. E si të mos mërzitem? Mos është e lehtë gjesh punë në këtë kohë. Edhe paga ishte e mirë. Por punoja shumë, ama. Ndoshta duhet të punosh më pak. Gjatë kësaj kohë do studiosh, do përgatitesh provimin. Ti e di çfarë? Ndonjëherë sillesh sikur nuk të ka munguar asnjë gjë në jetë. Unë kisha nevojë për ato para. Ende po i paguajmë shpenzimet e spitalit të babait. Çfarë do të bëjnë tani nëna dhe babai kur nuk do të punoj më? Gjithë që ka ndodhi për fajin tim. Mos fal Marzira. Unë nuk po të fajsoj ty. Dhe po të ndodhte përsëri, prapë të njëjtën gjë do ta bëja. Jo, nuk mund të pres kështu. Do të shkoj, do t'i tregoj të gjitha. Po shoh kush është. Mirë se erdhat. Urdhroni. Mirë se u gjetëm. Zonja Gjylide, me që vendosëm në moment të fundit, bëmë nxitim disa biskota, shpresoj t'ju pëlqejnë. Përse jeni munduar? Ju lumshin duart, urdhroni ju lutem. Edhe ty të falemnderoj. Për çfarë? Po të mos kishte folur nëna jote me nënën time, tani ne do ishim rrugës për Nezmir. Dhe unë do të detyrohesha t'i jepja lam të mirë në ndërstime për shkollën. Faleminderit shumë. Në fakt, unë nuk bëra ndonjë gjë. Domethënë, e bëri mama ime. Si e doli nuk e di. Nënsi kanë flokët si duken? E bukur të thash, unë ky fustan të shkon shumë. Tarik, çfarë është gjithë ky nxitim? Zakonisht me zivije në përmbrëmje të tilla, ti sikur sonte po të ndjek dikush nga paza, po. Çfarë ndodhi?
nuk jam fare entuziast. Thjesht u hutova. Mos u huto edhe shumë? Derisa po presim të pim nga një kafe. Ide shumë e mirë, zemra ime. Të paktën deri atëherë do të kenë ardhur edhe mysafirët e tjerë. Pas ka edhe mysafirë të tjerë, të mos ju bëhemi barë edhe ne. Zonja Hedie, ju lutem. Çfarë do të thot barë? Nuk dua të dëgjoj gjëra të tilla më. Për më tepër ata nuk janë njerëz të huaj. Ha? Shiko erdhën. Mirë se erdhët. Urdhroni. Mirë se ju gjetëm, Julide. E bukura ime? Tarëk i dashur. Zemra ime. Urdhroni, ju lutem. Pse i ka ftuar zonja Julide? Ashtu kot për të njohur. Tani që fëmijët shkojnë në të njëjtën shkollë, pra. Deshi të njihen. Fëmijë. Mirë, Jasher. Mirë. Si do t'ua them tani që më pushuan nga puna? Ju lumë shënduar, zonja Julide. Gjithë shka ishte e mrekullueshme. Ju bëft mirë. Teta Julide, ju lumë shënduart. Unë që e vogël kam qenë dashuruar pas gatimeve të tetës Julide. E ëmbla ime të bëft mirë. Ne son të organizuam një fest për Rozanin. Por nuk duhet të harrojmë as pak aslën. Heroina e sotme ishte ajo. Unë si një nën, sa do të falenderoj është pak. Në fakt bëri diçka të rrezikshme. Para se të bante heroizme, ta kishte njoftuar drejtorinë e shkollës. Ja shpjegonte situatën. Ndonjëherë nuk e ke një mundësi të tillë. Kujt ti ankohesh, ha? S'është ashtu? Fatmirësisht Aslı është një trimirresh dhe zgjidhi vetë probleme. Aslı ka bërë biskota të mrekullueshme. Unë nuk durova dot dhe i provova para darkës. Mendoj se edhe ju duhet i provoni me çaj bashk. Janë fantastike. Juve ju bëfshin mirë. Nëna më ka mësuar. Ajo ka dorë shumë të shijshme në gatim. Berqen, kishe ti disa roba që i kishe ndarë për bamirësi. Tregoja shoqes tënde ti ato. Ndoshta i pëlqen ndonjë gjë. Zonja Sibel, ju falenderoj shumë. Çfarë ka bi? Mos të lodhe shumë në punë? Ka ndonjë gjë të keqe? Të mërzitën? Nuk ndodhi ndonjë gjë e keqe. Një minutë. Urdhra? Elul. Bi, mendoj se sot të fola ashpër. Po mendoja se ti ke derdhur shumë mund këtu. Eja, vazhdo punën tënde. Si ashtu? Nuk jam e pushuar tani? Jo, nuk të pushova. Të pres nesër në mëngjes. U morën vesh? U morën vesh, shef, në rregull. Atëherë shihemi nesër.
Çfarë ndodhi bia ime? Kush ishte në telefon? Asgjë nën, asgjë nuk ndodhi. Shefi më tha diçka për nesër. Do me thënë gjithçka është në rregull. Bëra atë që më kërkove. Tani është radha jote. Që tani e tutje do të luash edhe ti në saz këtu. Më premtove. U morëm vesh, shef. Tani, me fitimin e këtij viti kemi garantuar zgjerimin për vitin e ardhshëm. Po mendoj të hapem edhe 2 deg të reja. Sigurisht. Ju kërkojmë leje të largohemi, të mos ju shqetësojmë më shumë. A mund të ndodhë një gjë e tillë? Sa mirë po bisedonim, kemi ende biskota, kemi ende çaj. Ju jetonit në Izmir, apo jo? Po, Jeni prej atje sa qyteti bukur. mund të themi se po. Me çfarë merret bashkëshorti juaj? Nuk e përmendni fare? Apo jeni të ndarë diçka? A mund të shkoj në tualet? A më jepni leje? Sigurisht. E Jani po ja tregoj juve. Shpirt po. Për ndërtimin e godinës së këtyre degëve të reja, pa mendoj të bëj marrëveshje me holdingun e Shefketit. Sigurisht, Shpirt, në fund të fundit për vitesh u dërgojnë fuqi punëtore të lirë, apo jo? Sigurisht. Sigurisht, Shpirt, sigurisht. Sot pas ka ngrënë shumë. Ai, ti apo unë? Ti me atë trup të hollë sa mund të kesh ngrënë? Ti vetëm ashtu mendo. Unë e fsheh potencialin tim. Në fakt jam grënë sa e madhe. Unë gjithmonë kujdesem për atë që ha. Më saktë, kështu më ka mësuar nëna ime e dashur. Për zotin, po të ishte për nënën time? Ajo gjithmonë thot ha pak. Ha të ngopesh, je bërë si shkop. Vazhdimisht më thot. Nëna jote po bën gjën e dur. Duhet pasur kujdes, apo jo? Ne duke menduar se djegim kalori, nuk bëjmë fare kujdes. Pastaj do ta paguajmë çmimin në pleqëri. Të betejmë për atë do të mendojmë atëherë. Unë tani do të ha edhe 5 tjera. Mos fol kot. Ti nuk i ha dot kurrë ato. Po të isha unë dhe hajde, por ti? Po mos sfidon ti mua, po çfarë? Edhe mundet. E po mirë. Është apo një lokal i ri hamburgerësh aty afër. Shkojmë nesër dhe provojmë kush ha më shumë. U morën vesh? Berçin, a do të vish edhe ti, apo jo? Në fundit na duhet një arbitër. Do të vi patjetër. Me leje, unë do të largohem, u bë vonë. Por nuk bën kështu, pse kaq shpejt po ikni? Ju lumshin duart juve, faleminderit shumë për gjithçka. Ju lutem, s'ka përse, jeni gjithmonë të mirëpritur. Dash zoti, edhe ne ju presim. Natën e mirë. Edhe juve natën e mirë. Para se të vija këtu nga Izmiri, kisha vënë bas me 4 a 5 shokë të mi. Se kush ha ma shumë makarona. I munda të gjithë, a e din? Jam i sigurt që ashtu ka qenë. Do ta shohësh nesër. Do ta shohim. Nëna ime po ikën, edhe unë të shkoj të arri. Hajde shihemi. Mos haro, më ke premtuar nesër e provojmë kush ha më shumë. Do të humbësh shumë keq. Do ta shohim. Nën? Eja, bukuroshja ime, eja. Thash të mos u ndërpres bisedën. S'ka gjë. Mirë bëm që erdhem, apo jo?
Edhe pse familja e Berçinit u soll pak çuditshëm, por kur u aktheve siç e meritonin, betën pa fjalë. Nuk lejoj askënd të poshtroj vajzën time të bukur. Oh, shpirti im. Nën e bis kur kanë ikur nga shtëpia, por vetëm mos më rënë në dorë. Të tua thyej këmbët të dyjave. Ti mos bëj gjë pa mësuar mirë të vërtetën. Mirë. Në vend që të punoj goja, lëvizi këmbët dhe shiko rrugën. Kemi ende një rrugë të gjatë deri në Ankara. Mirëmëngjesit të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bi. Prit unë e bëj. Nuk po arrit ta bëj dot këtë. Edhe fytyra jote sot po shkëlqen disi. Shikoj ti fytyrën tënde. Do të qahet goja nga e qeshura? Sigur të mos shkoje në punë të vije edhe ti me ne. Jo, larg qoftë. Mjafton të kem gjithmonë punë, ne do dalim bashkë në kohën time të lirë. E hajde tani, unë po ik atëherë, ty të uroj fat. Për zotin mua nuk më duhet fat, por stomak i fort. Bi, kush e kush po shkoni? Ozani, Berçini dhe unë. Asë sot nuk isha mësim, mund të rije në shtëpi. Jo, por nëse nuk do ti, nuk shkoj. Shko, di largo të ubi, o zot. Çfarë është kjo hedhje dhe ne do ta pushojmë kokën pak? Shikoj e pak, pikërisht sot duhet të dilte? Zoti e mallkoft. Jo, nuk mund të shkoj unë. Ta shoh një herë. Ende është aty. Çfarë të bëj unë? Çfarë të bëj? Nuk mund të shkoj. Shumë keq. Nën, jo. Jo, është shumë keq. Shikoj e pak. Në këtë gjendje nuk mund të shkoj askund. Të marr Uzani telefon dhe do t'i them se nuk vi sepse jam shumë keq. Mos fal kot. Për shkak të një puçre ti do ta humbësh mundësinë për të kaluar kohë me Ozanin. Shikoj e pak. Në jetë ka zgjedhje për gjithçka. Mjafton të duash ti. Ulu pak tani. Ulu. Shiko si do të zhduket kjo. Prit pak, prit të lyej mirë me këtë. Prit. Ti lëshëm edhe flokët pak, ha? Atë dhombe? Ja. Në rregull? Ja kështu. U bë shumë bukur. Miq, të bëjmë një pushim 15 minuta. Ti, a nuk thoshe se nuk luan për para? Po, kështu thosha dhe unë. Por djedhë unë, kur më pushua nga puna, thash nuk ka kuptim të kem krenari. Tani e tutje do të luaj një herë një avë. Ashtu? E mirë, pse nuk më pyet mua çfarë puna kam unë këtu? Lajmet i mora nga shefi, ishte ai që më dha lajmin. Falë zotit, tani e tutje do t'jemi bashkë. Ta? Bukur. Pse ndaloj kjo makinë tani? Alo? Ozan, ku je ti? A dole nga shtëpia? Dola? Dhe unë që po thosha pse ndaloj kjo makinë pranë meje. Pse nuk thua se je ti? Në trëmbe, prandaj më more me një në telefon. Më fali që ju lash të më prisni, derisa u mora me flokët dhe grimin. Shkej që je zbukuruar ka shumë Berçin. Do shkojmë në një lokal hamburgerësh. Shumë e bukur që nge bërë Berçin. Mos e dëgjo atë. Ku merr vesh ai s'ka pikëshie. Hajde.
Faleminderit. Motër, ku po shkon? Doja të fshija para dyrve, por tani më nxorrin edhe për pazar. Ja shari pas ka punë, jam zëngusht fare edhe unë. Mirë, ti shko në pazar, unë do të fshi për para dyrve. Asnjëherë në jetë. Si mund të të lë të fshish para dyrve? Ti edhe ashtu po më ndihmon me të gjitha punët e shtëpisë. Çfarë të bëj pastaj, të ngarkoj me punët e lagjes? E shpirt që të keqe ka, nuk më ngjitet fshesa në dorë. Do të fshi unë, ti shko në pazar. Prit, atëherë ta bëjmë kështu. Prit, unë do të fshi kurse ti shko në pazar. Nëse të huaj të shohin, mund të flasin tani. Mirë, në rregull. Mirëmëngjes. Ç'është kjo që ke veshur që me mëngjes? Unë po dal. Pa nuk ishe mësim sot ti, ku po shkon? Kam një takim në shkollë. Të mos vonohem. Ju both mirë. A je gati? Gati jam. Val, a thua ka hudhër kjo salca këtu? Edhe me turshi e kanë mbushur? Shumë e mirë, unë ha edhe 10 tjera si këto. Mëre shef, na sill nga një tjetër. Ashtu thua, do ta shohim. Nuk më mjafton se shpahesh nga gruaja. Tani në vdesh vetëm edhe kjo problem. Ma vodhe mallin ma vodhe. Janë vetëm 3 arka. Ore, janë 3 arka në një kamion të tërë. Në çdo dërgesë fiton një mal me para. Le të pres se i natin për këtë do janë zjarë hedjes. Kujdes e lutem. Ma prishet fustanin mua. Mua më vjen shumë keq me të vërtet, më njerë do të rregulloj. Mblidhni copat e xhamit. Më falni zonjë. Ju lutem kaloni te tavolina tjetër. Do të më shkaktosh problem muj. Kot të lash të ktheheshe. Vetëm dëm e bën. Nëse nuk arrin të mbash as 2 gota mos e bëj këtë pumbi. Shef, me të vërtet më vjen shumë keq. Me të vërtet më falni. Kaloj pa pritur, kështu ju premtoj nuk do të ndodh më. Gjithmonë e njëjta gjë. Dëgjoj. Vetëm sepse ja ëzi, mu lut dhe më tha se do të interpretonte këtu në kafene, të mora prap në punë. Më duket se do ta nxjerr. Po ti çfarë ke ngrënë më i bërqin deri tani? Ja, të shkojmë në toalet? Unë po shkoj. Rira, ti nuk i ndodh gjë asaj. Hajde ulu aty. Na shkrive së qeshuri. Hajde vazhdo. Nuk po të shkon, ha? Çfarë faje kam unë? Është faje pa kujdesisate. Ja, mos qesh? Të pëlqeu kjo që sa po bëre? Shumë mirë u bë. U bëm ekip. Më shumë se një ekip, ne u bëm të 2 njësh. Do të na bjerë të fikët, do të përfundojmë në spital. Hajde edhe një tjetër. Hajde edhe një e fundit.
A je mirë? Mirë jam. Çfarë ndodhi vlla? Pse më thirrë? Aga, eja pak eja. Shiko, Karabash! Shiko. Këtë e gjeta në rrugë, duket si I pafajshëm. Si thua ta mbajmë këtë, ha? Ta ushqejmë? Vlla, shumë I bukur qenka. Uj, sa I mirë. Vlla, nuk mund të kujdesemi për te. Vlla, as nuk rrim atë shumë në shtëpi. Qeni do të vuaj shumë. Si të thuash ti, aga? Por shiko, nëse do mund të gjem një familje të adoptoj. Si thua? Si të thuash ti, aga? Vetëm të mos meten në rrugë ky voglush. Le të gjejmë një familje. Ashtu edhe unë them. Karabash. Te lokali hamburgerëve s'përcaktuan fituesin. Hajde ta provojmë edhe këtu. Për zotin, bërë gabim të madh që zgjodhe garën me biçikleta. Ta them unë. E ngas pothuajse në mënyrë perfekte. Më sa vajzë modese na qenge, sa e përrullur. Këto biçikleta duken pak si të pista. Bërshi, nëse s'do, atëherë mos e prit na këtu. Jo, edhe unë do të garoj. Mirë atëherë, nëse të gjithë janë gati, le të fillojmë. 2 xhiro të plota. Urdhëro, fillo ti e para. Po të japja përsi. Jo, re, nuk ka nevoj. Do fillojmë bashkë, apo jo? Atëherë po numroj. 3, 2, 1, nisuni! Ja, më prisni mua, prisni! Unë nuk kam shumë kohë, zoti Tarik. Çfarë keni për të thënë thua, jeni që të largohem? Ku ishe gjithë këto vite? Më thirrët vetëm për këtë pyetje? Kam aq shumë pyetje që s'di nga t'ja filloj. Ku ishe pra, çfarë bëre, si jetove? Më thuaj. Dua të di. Mi thuaj të gjitha këto. Nëse është dikush që duhet kërkoj llogari, mendoj se jam unë ajo. Ti ku ishe gjithë këtë kohë? Çfarë bëre? Pse nuk u ktheve? Vlla, më kryet shumë trupi. Më zvall na bëri alergji që hëngrëm. Për zotin, aga, edhe unë doja të merre në telefon. Më duke se kemi zgjebe. Besoj se e morëm nga klyshi. Ah, vlla im, pikërisht tani duhet ndodhte. Mirë, hajde shihemi. Pse po kryesh ashtu ti si zgjeposur? Përbes, jo si thua.
Ai, më fal mua, Nuran, erdha kështu pa para lajmërimun, por... Jo, më i qfar faljeje. Sot pata shumë punë dhe më zuri pak beli tani, por kur të pushoj do të më kaloj. Jam punë që bëjmë gjithmonë. Ashtu unë desha të pyes diçka ty, nuk po më lë me raku. A çfarë bëra, mund të flisje me vajzën tënde? Razie, ti thua se nuk e kemi me nxitim pastaj çdo ditë të Zotit e hap këtë muhabet. Ai, zemra ime, edhe unë dua t'i vëm sa më shpejt emrin kësaj pume që të na qetësohet mendja. Shpirt, as unë nuk fola dot me Ilylin. Por si duket, babai i saj nuk është as pak dakord me këtë punë. Thot se vajza duhet vazhdoj shkollën. Kjo është loja e fundin. Fituesi do shpallet kampioni i ditës. Domethënë unë. Shikoje këtë. Si qenë ka ajo? Të hamburgerët dolen barazim, ndërsa në garën me bicikleta fitova unë. Pra ti nuk ke asnjë mundësi të bësh kampion? Gara me bicikleta s'llogaritet. Mu qa goma prandaj fitove. Por kjo lojë do të vendosë rezultatin. Ashtu? Ti mendon se jena avantazh, por gjuajtjet e mia janë të mrekullueshme. Hajde Bergjin, ti arbitre. Unë u lodha. Le të fitoj kush të doj, vetëm të largohemi nga këtu. Në rregull. Sa ta mundun këtë shokun, pastaj ikim. Hajde fillo ti e para. Një me 0. Një me 1. Kur isha jashtë shtetit, mamaja ime pësoi infarkt. Me njëherë shkova tek ajo. Me ditë të tëra i rija te koka në spital. Nuk ishte gjendja e mirë. Tani është shëruar, falë Zotit. Sa po u përmirësua, u ktheva në Kushadasi. Por ti nuk ishe. Te kërkova kudo. Pyeta për ty këdo. Askush se dinte se ku je. Mendova se s'më kishe pritur. Më falë të lutem. Nuk ka asgjë për të kërkuar falje. Kanë kaluar tashmë kaq shumë vite. Në fakt nuk ka nevojë të flasim për këto gjëra. Ne të dy jemi të huaj për njëri tjetrin, Zoti Tarëk. Mjafton të mbani mend këtë. Ju lutem mos më vini në pozitë të vështirë. Nuk do të bëj asgjë për të dëmtuar ty. Mjafton të mos më dilni më përpara. Si një fitues i ditës, mendoj se meritoj një plakat. Ja, po në basketbolla nuk fitova unë? Unë as nuk të lodha shumë. Ti je një hileçar i vërtet. Po të mos ishte e Bergjini, nuk do mund ta vërtetoja. Bergjin, herën tjetër të dalim vetëm ne të dyja, në rregull? Mos ta marrim këtë me vete. Në rregull. Aman, sa shpejt u bët bashkë. Atëherë unë po iki, shihemi në shkollë. Me qëra fjalla, ishte një ditë shumë e bukur. Ishte një ditë e bukur. Tani edhe unë po ikë, miro pafshi më vonë.
Kjo pritej të ndodhte. Po, është rast zgjebeje. Do të jap ilaçe, përdori derisa të kaloj kruarja. Duhet t'i përdorin edhe ata me cilët jeton. Gjithashtu duhet të dezinfektohet edhe vendi ku banon. Shërim të shpejt. Faleminderit. Ashtu, ti në konvektere, apo jo? Aj, kush e di sa vejtave të tua ngjitesh tani? Në cilin konvektër jeti? Ashtu, në anën tjetër qytetit. Ha, te konvikti ka Zanxhollar? Po, Thoshin sa i konvikt nuk ishte i mirë. Dhe ti tani e vërtetove këtë që. Në fakt, me të njëjtat para mund të gjej edhe një shtëpi. Madje do të gjenim edhe një shok dhome, do të dilte më lirë. jo, unë jam mirë aty. Mos e mbyll me njëherë këtë temë. Madje afër shtëpisë tonë kishte disa banesa me qira. Thonë se kanë çmim të mirë. Mirë, do t'i shohim një ditë. Atëherë pas ka bërë punë kjo. Më fal mua. Çfarë ndodhi Berçin? Ç'është kjo gjendje? Ja, nën, gjithë ditën bëm gjëra pa lidhje, gjëra të kota. Dhe çuditërisht bëm gjithmonë atë që nuk më pëlqen mua. Pastaj ndërsa Ozani dhe as të parë gëtoheshin, unë beta pranë tyre si e tepërt. Dëgjoj tani. Mos vallë kjo vajza pëlqen Ozanin? Nuk e besoj. Me Ozanin sillet njësoj si me mua. Madje mund të them se me mua sillet edhe më mirë. E rëndësishme është që Ozani të mos i pëlqej ajo. E këtë nuk e besoj as pakun. Nuk e dim. E mban mend kur e pyeta dhe pastaj u pendova shumë? Uf. Mirë, qetësohu pak. Prit pak. Ta mendoj një herë këtë gjë. Si e nën? Birim, shpirtim. Nën, mjaft tani, mos e teprojmë, hm? Si të shkoj dita? Mirë më shkoj të Tanuran. Ti ku po shkon? Po shkoj të bëj pazarin për darkë. Ma jep, e bëj unë. Faleminderit bi. Shiko këtu, masonist e pa e traguar baranit ka. Në rregull vëlla. Wow. Sa vila të bukura ka këtu. Vëlla, Konati yt punon këtu. Shtu më duket, edhe unë po vi për herë të parë. Nëse Konati do t'i hidhte një sy, do të vishte Flori. Jo, re, ati si shkon mendje për gjëra të tilla. Por ke të drejt. Po ta përdorte trurin si duhet, do nxirrte fitimet më dha. Çdo i mbetej as borxh dhe asgjë. Sidoqoftë, hajde, ik tani, ik. Por mos u nis pa e treguar. Baba?